Edhe pse u aludua se do të qëndronte një muaj në paraburgim, Gjesti është liruar ditën e sotme nga Burgo. Këngëtari e ka bërë të ditur këtë lajm përmes rrjeteve të tij sociale me të dalë nga paraburgimi. Në njoftimin e tij, Gjesti shkruan: "Shnosh e mirë afër familjes tem. Ju dua e faleminderit 100 herë për përkrahjen dhe mesazhet e mira." Tutje Gjesti ka dhe një sqarim. Në sqarimin e tij ai thotë: "Periudha e fundit nuk u kon ma e lehta për mu, edhe pe ndjejt nevojshme me adresu çka ka ndodh. Fillimisht po du me pranu që kam bo gabim, edhe kërkoj falje për shqetësimin që e kom shkaktu të stafi. M'vjen shumë keq edhe jam shumë pishman. Unë nuk jam njëri i tillë, edhe veç një torturë madhe që nuk u nal kurr ka mujt me mpru në atë gjendje. Faleminderit prej zemrës për krejt mesazhet dhe mbështetjen. Më keni jep forcë në momentet vështira. Një falënderim i veçantë shkon për avokatët e mi, Burimi Azemi dhe Artan Qerkinin, për profesionalizmin edhe për krahjen e vazhdueshme. Në bashkëpunim me label, menaxhmentin edhe avokatët ton, në Britani kemi nis procedura ndaj kompanisë Onima për krejt keq trajtimet ndër vite, borxhet të e përfshi edhe borxhin aktual, mundësitë e humbura dhe damet e shkaktume. Ka shumë sene që hala nuk i dini, po që keni me i kuptu shumë shpejt. Muzikën s'mundet me manal kërkosh, sidomos jo njerëzit edhe kompanit që e kam për qëllim me i shkatru artistat edhe me e njollos industrinë e muzikës. Gjatë kësaj kohe që jemi në gjyq, kof nevoja edhe veç në TikTok e në Instagram ka me i postu këngët e mia e pa muzikë s'ju lo. Ju dua shumë, drejtësia ka me fitu, si gjithmonë, Gjesti.